Presidenti i Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka zhvilluar një vizitë të veçantë në qytetin e Prizrenit, ku ka parë nga afër një prej sukseseve më inspiruese të ndërmarrësisë kosovare, fabrikën Koshi Group, e cila merret me prodhimin e anijeve dhe mjeteve të tjera lumturuese me standarde ndërkombëtare. Me këtë rast, presidenti u shpreh e mahnitur nga puna dhe përkushtimi i kompanisë, duke theksuar se Kosova nuk është vetëm një vend i talenteve, por edhe një qendër e potencialit të jashtëzakonshëm prodhues. Ajo ndau përshtypjen e saj edhe në rrjetet sociale ku shkroi: "A keni ditur se në Kosovë prodhohen edhe anije? Made in Kosova, gati për botën." Një sukses i jashtëzakonshëm inspirues nga Koshi Group në Prizren, një simbol i vërtetë i inovacionit dhe mjeshtërisë krenarisë i bërë në Kosovë. Një histori suksesi nga zemra e Prizrenit, kompania Koshi Group e vendosur në qytetin historik të Prizrenit është shembull i më i mirë se si puna, përkushtimi e inovacioni mund të sjellin rezultate mbretëreshëse edhe në një vend të vogël si Kosova, madje edhe pa det. Ajo është e njohur jo vetëm për prodhimin e automjeteve elitare sportive, por edhe për barkat dhe jahtet moderne, të cilat tashmë janë të pranishme në tregjet ndërkombëtare. Ky sukses është rezultati i bashkëpunimit të ngushtë mes profesionistëve kosovar, përvojës teknike dhe teknologjisë më të avancuar, që e bëjnë këtë fabrikë një pikë referimi për prodhimin cilësor në rajon. Anijet e prodhuara nga Koshi Group nuk janë vetëm mjete lumturuese, por edhe përfaqësuese të kreativitetit, mjeshtrisë dhe shpirtit ndërmarrës të Kosovës. Presidenti Osmani gjatë vizitës theksoi se është e domosdoshme që shteti të mbështesë më shumë iniciativat e tilla, të cilat jo vetëm që krijojnë vende pune, por promovojnë Kosovën në arenën ndërkombëtare si një vend i aftë për të konkurruar me prodhimet më të avancuara. Kur talenti kosovar bashkohet me punën e palodhur dhe inovacionin, nuk ka kufi për atë që mund të arrijë, deklaroi Osmani, duke i quajtur Koshi Group një model të rrallë të sukseseve që duhen promovuar dhe përkrahur. Anijet Made in Kosova tashmë po shiten dhe eksportohen në vende të ndryshme, duke dëshmuar se edhe në një treg të ndërlikuar global, prodhimi nga Kosova mund të jetë konkurrues dhe i kërkuar. Kjo është një dëshmi se vendi ka potencial për të bërë pjesë aktive e zinxhirit ekonomik ndërkombëtar. Fabrika në Prizren është jo vetëm një qendër prodhimi, por edhe një laborator inovacioni, ku idetë marrin formë dhe bëhen realitet. Ajo pasqyron një Kosovë tjetër atë të zhvillimit, të vizionit dhe të bashkëpunimit me botën. Vizita e presidentit Osmane në Koshi Group shërben edhe si rritje për të rinj që të besojnë në kapacitetet e tyre dhe të mos heqin dorë nga ëndrat, pavarësisht sfidave. Rasti i kësaj fabrike është dëshmi se me guxim, punë dhe me vizion të qartë çdo ëndër mund të kthehet në realitet. Kjo vizitë dhe mbështetja publike e presidentes ndaj bizneseve të tilla është një sinjal i rëndësishëm për krijimin e një klime pozitive për zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm në Kosovë.